حتى أتاه اليقين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، من الله تمشي روسي تمشي borsit. Zotin e kotrave falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Galson Allahu, nuk ka kush e humba të përveç tij. E ke humba ai, nuk ka kush e udhëzon atë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, i vetëm pa shok, adit apo në pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. E plotësoj amanetin, e këshilloj ummetin, dhe luftoj në rrugën e Allahut derisa erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahut me një frikë të denjë, dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, që në emrin e tij përbetoheni, ruajeni lidhjet parafisnore, se ai Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Me të vërtetë, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Çdo shpikje në fe është humbje, e çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër dhe motra, Zoti i qetësisë është i drejtë. Ai i do njerëzit e drejtë. Drejtësia është një nga cilësitë e Zotit të qetësisë. Qejtë edhe tokën, ai ka vendosur me drejtësi, ai ka shpallur mesazhet hyjnore me ligje të drejta. Zoti thot në Kur'an: "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Lajmet e Zotit në Kur'an dhe nëpërmjet haditheve të profetit alayhi salam janë të sakta, dhe ligjet e Allahut të lartësuar janë të përkryera, janë të përsosura, janë të drejta. Allahu e ka bërë ligj që të drejtët të kenë sukses, të kenë një përfundim të mirë në këtë dynja. Nga ana tjetër, zullumi, padrejtësia të kenë përfundim të keq. S'ka dyshim se një shoqëri nuk bëhet pa drejtësi. Një vend nuk përmirësohet nëse në të nuk vendoset drejtësia. Njëherë shkon një beduin, beduinët janë njerëz shtektar tek profeti alayhi salam. Ai i kishte dhënë njëherë një borxh profetit sallallahu alaihi wasallam. E shkon ta kërkonte atë borxhin por me një formë të vrazhtë, me disa fjalë pra të vrazhta. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin prezent dhe u ndjen shumë keq. U rënduan shumë keq nga kjo lloj sjellje, si sillen këtë mënyrë ndaj njeriu më të mirë njerëzimit, si mund sillen këtë formë ndaj paret të shtetit, si sillen me këtë formë ndaj profetit Allahut lartësuar. Dhe i thanë atij: "Wejhak, tedri men tukellim, mirë për ty, a di se me kë po flet?" Tha: "Inni atlubu haqqi." Tha: "Unë po kërkoj të drejtën time." Do njëri do të mendoj se profeti alayhi salam me plot të drejtë mund të niste dhe ta shërtonte këtë beduinin. I fliste atij, po kërkon borxhin, po kërkon drejtën, kërkoj ato siç ka hije, po i flet pejgamberit, po i flet parit shtetit. Por profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeri krejt tjetër dhe ju drejtua shokëve të tij dhe u tha atyre: "Hella ma'a sahibil haqqi kuntum." Pse nuk u bë të parë?
me atë që kërkon të drejtën e tij, me atë pra që kërkon borxhin e tij. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i dha atij borxhin, por e mikpriti, u sot mirë me të, i tha atij për të ngrënë e në fund ky beduin ju drejtu profetit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Awfaytani awfa Allahu lak", ma ke dhënë hakun e plot, Allahu ta dhënë shpërblimin të plot. Profeti alaihi salam ndër të tjera tha: "Ulaika khiyarun nas", këta janë njerëzit më të mirë, pra që i shlyejnë detyrimet, që i japin hakun atij që kërkon hakun, e që sillen me drejtësi. Më pas tha: "Innahu la tuqaddasu ummatun la ya'khudhu fiha ad-da'ifu haqqah". Nuk mund të pastrohet, nuk mund të fisnikërohet, nuk mund të ngrihet një ummet, një popull ku ai i dopti nuk mund ta marrë të drejtën e tij, pra pasparitje, pa u shqetësuar, pa u munduar. Po ashtu, në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, një grua me pozitë vogël dhe do duhej të zbatohej ligji prapë. Të afërmit e saj menduan si ti shpëtonin ligjin që do zbatonte profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë grua, dhe shkuan menduan t'i flasin njërit prej më të afërmve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu vepruan. E shkon ky me ndërmjetësu tek profeti sallallahu alaihi wasallam, por i dërguari i Zotit kur dëgjoi këtë gjë, u mërzit dhe u pikëllua shumë, dhe ndër të tjera tha: "Sikur Fatimia, bia e Muhamedit të virte, do ta zbatoja ligjin mbrëmbi të." Profeti sallallahu alaihi wasallam e doshte drejtësinë. Profeti alaihi salatu wassalam e luftonte padrejtësinë. Nuk ishte palë me padrejtësinë, pra drejtësi ndaj vetes. Drejtësi edhe ndaj njerëzve më të afërt. Një nga problemet që hasim në këtë vend është se njerëz me pozitë bëjnë padrejtësi ndaj atyre që nuk kanë pozitë, nuk kanë krah, korrupsion, vjedhje e pasurisë publike, por njeriu me pushtet rrallë herë ndodh që vepron ligji. E për qytetarin e thjesht ndoshta ndodh që është vazhdimisht për mbi kokë. Duhet që ligji, drejtësia të veprojë ndaj të gjithëve një lloj. Një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i pyet shokët e tij, të cilët i kishte dërguar në Etiopi, në Abisini, tek ai mbreti i drejtë. I pyet tha: "Më tregoni ngjarjen më të çuditshme që keni parë në atë vend?" Thanë: "Po, i dërguari i Zotit. Një herë një grua e moshuar burgesh kishte mbi kokën e saj në ato vende mbajnë ato shqypat e ujit, i mbajnë për mbi kokë. Tha dhe duke ecur, një djalë i ri i fuqishëm shkon dhe midis shpatullave të saj tha e shtyn e rrezoi, u thy shqypin. Atëherë kjo ju drejtua, thanë me disa fjalë, i tha: "O tradhtar, ti do ta mësosh nesër, kur Allahu i lartësuar të vendos drejtësinë absolute, do të vendos Allahu kursinë e tij, do të vi Allahu për të gjykuar mes njerëzve, se ka një ditë gjykimi, pra, ka një ditë drejtësie absolute, dhe do të dëshmojnë këmbët dhe duart ndaj njerëzve. Do të mësosh se kush do të jetë gjyqi mes meje, i tha, dhe teje para Allahut ditën e gjykimit për këtë padrejtësi që ti mbore." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Të vërtetën ka thënë." Edhe pse ajo nuk ishte muslimane, por i kishte mbet besimi i pejgamberëve para profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse gjithë pejgamberët e Zotit kanë ftuar për drejtësi, kanë ftuar me besu ditë gjykimi, ditën kur do dalin para Allahut të lartësuar, dhe ai njeriu të cilit i është bërë padrejtësi do ta fitojë të drejtën e tij të plotë. Innahu la tuqaddasu ummatun la ya'khudhu fiha ad-da'ifu haqqah. Nuk fisnikërohet një popull
ku në të i dopti nuk e merr hapun e tij të drejtën e tij. I dërgoi profeti sallallahu alaihi wasallam shokët e tij kur ishin periudhën e Mekës tek një prijës i cili nuk ishte akoma musliman, por ne si musliman e duam të drejtën dhe luftojmë për të drejtën, ne si musliman e vlerësojmë drejtësinë, e luftojmë pa drejtësinë, edhe nëse atë pa drejtësi e bën qoftë ai edhe një musliman, pra përderisa është i pa drejtë, e luftojmë dhe nuk e duam pa drejtësinë. Zoti i qetësisë në Kur'an thotë: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allahu urdhëron për drejtësi dhe për mirëbërje, ndërsa profeti alayhi salam e urdhëron për drejtësi, wa umirtu li a'dila bainakum, dhe jam urdhëruar që të mbaj drejtësi mes jush. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron që t'i çoni amanetet tek njerëzit e saj, tek haku, pra ta ktheni tek ata që e kanë. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Nëse gjykoni midis njerëzve, të gjykoni me drejtësi. Po ashtu Zoti i qetësisë thot në Kur'an: wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Pra, gjykoni drejt, se në të vërtetë Allahu i lartësuar i do ata që gjykojnë drejt. Vllai i nderuar, motër e nderuar, drejtësia, pra nuk është vetëm drejtësi tek pushtetarë, tek njeriu që ka pozitë, por drejtësia duhet t'i përfshijë të gjithë, kryefamiljarët, dikush që ka një përgjegjësi tek puna e tij, me ortakun tënd, pra gjithandej kërkohet drejtësia dhe patjetër që ka një shpërblim tepër të madh në ditën e gjykimit. Ata njerëzit e drejtë do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar. Po ashtu, ata të cilët mbajnë drejtësi këtë dynja, do të jenë në vendet e ngritura ditën e gjykimit, do të jenë në vendet e ngritura në të djathtën e të gjithëmëshirshmit. Po ashtu, njeriu i drejtë, ai që ka drejtësi, do të shpëtojë ditën e gjykimit. Drejtësia ka shpërblim të madh, vjen shpërblimi i saj si në këtë botë, por edhe në ditën e gjykimit. Drejtësia nuk është e kushtëzuar vetëm me qeveritarin, nuk është e kushtëzuar vetëm me gjykatësin, por ajo duhet të gjetë në të gjitha nivelet. Kërkohet prej çdo njërit, s'ka dyshim që funksionari, prijësi, drejtuesi e ka përgjegjësinë më të madhe dhe kërkohet patjetër prej tij. Drejtësia duhet në çdo aspekt. Duhet drejtësi me vete, me i dhënë hakun vetes njeriu, shëndetit, trupit të tij, duhet drejtësi me bashkëshorten, me i plotësu detyrimet që vijnë ndaj bashkëshortes tënde. Duhet drejtësi me familjen, kryefamiljari me qenë i drejtë në familjen e tij. Duhet bashkëshortja me qenë e drejtë me bashkëshortin e saj. Duhet fëmia me qenë i drejtë me prindin e tij, me respektu dhe me i rrit detyrat që ka ndaj tij, me bashkëpronarin. Duhet me qenë i drejtë me ortakun në punë, me fëmijën. Duhet që besimtari me qenë i drejtë në shitblerje. Dhe ne e dim fare mirë që Zoti i qetësisë ka shkatëruar një popull sepse ndër të tjera ata mashtronin, hanin peshore, donin hile. Ta i nderuar, motër e nderuar, më thuaj sot, si janë tregtarët në të tregjet tona. E frikë që edhe tek një musliman, pra e dyshon për hilen, atëherë duhet që i drejtë me qenë çdo aspekt dhe këtë e kërkon feja jonë. I merre për shembull ilaçet. Edhe aty ka drejtësi, edhe aty pra ndikojnë sepse nuk bëhen ashtu siç duhet, po ashtu kërkohet pra në çdo aspekt drejtësia, vllazë motër. Patjetër që pa drejtësia, zullumi, ka një dënim tepër të madh tek Allahu i lartësuar. Zoti i qetësisë thot në Kur'an: "Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Allahu nuk i do të padrejtët. "Innahu la yuflihu adh-dhalimun." Zoti i qetësisë nuk shpëtojnë zullumçarët. Dënim pra i pret ata në botën tjetër. Madje përmendet në një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam se nuk ka përgjegjës, pra që Allahu i ka lënë një përgjegjësi. Qoftë ai pushtetar, pra qoftë ai gjykatës, qoftë drejtues, çfarë do lloj funksioni, dhe nuk përpiqet pra maksimum që ta kryejë përgjegjësinë e tij në formën e duhur.
atëherë Zoti na ruaj vetëm se Allahu i lartësuar japon atij haram xhenetin. Vallë nderuar, duhet ta mendosh gjithmonë se mbase ai personi të cilit ti po i bën padrejtësi e bën një lutje Zotit qetësisë, dhe lutja e personit që është bërë padrejtësi nuk ka perde, pra pranohet. Madje edhe nëse ai personi i cili është jo musliman dhe ky që bën padrejtësi është musliman, lutja e atij personi që është bërë padrejtësi pranohet. Zoti na ruaj. Prandaj le të përbishemi që të gjithë që të përmirësojmë veten tona. Le të përbishemi që të gjithë që të jemi të drejtë në veten tona, në familjet tona, në ato përgjegjësitë tona që kemi, se me lejen e Zotit qetësisë, nëse ne ndryshojmë, Allahu i lartësuar ka për ta përmirësuar gjendjen tonë, ka për ta përmirësuar shoqërinë tonë dhe ka për ta përmirësuar veten tonë, vendin tonë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.